Vitamina D luan rol të rëndësishëm në organizëm, ku roli kryesor është mbështetja e sistemit imunitar. Laborantja Lerida Osmani Ahmeti është shprehur se është e rëndësishme të merret një suplement zëvendësues, sidomos gjatë sinës së dimrit, por njëkohësisht të mbështetet edhe me ushqime. Vitamina D ka rol shumë të rëndësishëm, roli kyç, domethënë vitaminës D është mbështetja e sistemit imunitar, ka rol kyç gjithashtu edhe në muskuj, kocka, për shkak se e bën edhe përthithjen e kalciumit. Përndryshe vitamina D, nivelet e vitaminës D në gjak, domethënë janë nga vlera 30 deri në 100, na që e punojmë domethënë këtu në laborator, përndryshe është shumë mirë që me u konsultu paraprakisht me mjekun, pastaj pas konsultimit me mjekun është mirë që të marrë një supliment shkaku i mungesës së rrezëve diellit, sidomos gjatë sezonit së dimrit, dhe gjithashtu me mbështet edhe në ushqim siç janë peshku, vezët e tjera. Tutje laborantja është shprehur se kohët e fundit ka kërkesa të shtuara për analiza të vitaminës D. Kohën e fundit, jashtëzakonisht e kam vrejt që për shembull jenë më të vetëdijshëm, edhe kanë filluar shumë a shumë që me pas kujdes sa i përket rolit të vitaminës D, edhe ka kërkesa të mëdha për me bu analizën e vitaminës D. Simptomat e mungesës së vitaminës D përfshin lodhjen si dhe dobësinë muskulare, veçanërisht të fëmijët dhe të moshuarit. Simptomat e mungesës vitaminës D janë lodhje e shpesh, dobësia muskulare, imuniteti jashtëzakonisht i ulët dhe gjithashtu që çon infeksione të shpeshta, po ashtu janë tek fëmijët dhe tek të moshuarit zakonisht ka marramendje dhe dobësia është më e theksuar. Në këtë drejtim, ekspertët rekomandojnë kujdes të shtuar për nivelin e vitaminës D, duke kombinuar analizat laboratorike, ushqimin e shëndetshëm dhe suplementet, për të ruajtur shëndetin e përgjithshëm gjatë gjithë vitit.